informacion të detajuar mbi situatën e krijuar nga rreshtet e shiut të rena rreth datës 19 deri në 23 nëntor 2025. Kjo situatë ka qenë shumë problematike, për vetë faktin se ka pasur intensitet shumë të lartë të rreshtive duke përfshirë gjithë territorin e bashkisë Maliq, por edhe bashkitë Fshinje. Rajoni Korçës, por edhe bashkia Maliq, ku ne bëjmë pjesë, u përball me situatë të jashtëzakonshme, të kushteve atmosferike, ku në vetëm 4 ditë kanë rënë rreth 370 mm shi. Megjithatë, këtë sasi ekstreme në kaq pak kohë, dëmet në territor kanë qenë jo maksimale, sepse mund të priteshin edhe kryesorja, dëmet më kryesore kanë qenë në bujqësi, për sa i përket shtrirjes. Përfshirja e gjithë rajonit me rreshtë intensive ka vështirësuar situatën në maksimum, veçanërisht në këtë bashki, me gjithë punët e bera ndërvite, masat e marra nga sektori përkatës për sezonin dimror. Kjo situatë nuk la pa probleme, drejtime të ndryshme si në infrastrukturë rrugore, toka bujqësore, madje edhe dëme në banesa dhe blegtori, të cilat ishin minimale. Theksojmë se të gjitha rreshtet e rena territorin e bashkive Korçë, Devol, Maliq del dhe me një gërgdere të vetëm që është drumi Devol, duke e kthyer Maliqin në një pikë me risk shumë të lartë. Bashkia ka në administrim rreth 900 km kanale, dyta dhe umbletësa rezervuare për Maliqin janë 31. Kanalet e treta administrohen përgjithsisht nga vetë fermerët, por le të themi që këtu nuk është le për të dëshiruar kjo pjesë. Për të gjithë këtë infrastrukturë është punuar, çdo ditë, çdo muaj, çdo vit, për mirë funksionimin e saj. Kanë punuar pa ndërprerje mjetet e bashkisë, mjetet e tjera kur janë financuar dhe projekte për përmirësimin e rrjetit kullues dhe rrjetit ujitës. Veç infrastrukturës së mësipërme që menaxhohet nga ana jonë, në territorin e bashkisë ndodhet një infrastrukturë rrugëve nacionale, e lumenjve, kolektorëve apo kanaleve të urave të larta që nuk janë administrim të bashkisë, por të drejtorive rajonale përkatëse. Dëmet në infrastrukturë rrugore erdhën si rezultat i rishqitjes së dherave dhe daljes të inerteve të urve nga shtrati i lumenjve dhe prenjve në zonat malore, ndërsa në zonën fushore, përmbytjet për një afat 3 ditor erdhën si rezultat i çarjes së argjinaturës të lumit Devol dhe lumit Dunavec, por edhe të tej mbushjes të kolektorëve kryesorë. Sqarojmë se Drejtoria Rajonale e Kullimit Korçë ka realizuar një pastrim total të kolektorit të Sovjanit dhe në një segment problematik të lumit Devol, por për arsye të sasive shumë të mëdha të rreshjeve dhe përperjes të argjinaturës të lumit Devol, ato kanë një rikthim të ujit mbrapsht në kolektor dhe më pas duke kapërcyer dhe portat mbrojtëse të kolektorit, duke shkaktuar përmbytjen. Gjithashtu, një çarje argjinaturës në afërsi të pyllit ish pylli sheqeras, kur lumi Devol me një kthesë dhe fuqia goditëse e ujit është më e madhe, po të marrim në konsiderat dhe përperjen e tokës në këtë zonë, rreziku shtohet edhe më shumë. Edhe në lumit Dunavec, sasitë